A është e lejuar me parashiku të ardhmen me ChatGPT, si fallë më duket është. Mashallah, te barakallah. Deri tash kanë qitë fallë plakat e mahallës, edhe disa mashtrues të qyteteve tona. Kanë lexu durët, kanë lexu filxhanat edhe të ngjashme. Tash në u bë falltor ose fallxhi Mark Zuckerbergu edhe të ngjashmit me të që kanë investuar në ChatGPT. Askush nuk e di të ardhmen përveç Allahut. Çdo formë, çdo pretendim që dikush e njeh të ardhmen është shirk. Është shirk. Edhe parashikimi i fatit përmes horoskopit është shirk. Nëse besohet. Nëse veç për kuriozitet e provon, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se 40 ditë nuk të pranohet namazi. Runa aman pa Zoti këtyre sanëve. Runa. E nëse e bën një analizë dikush, një analist i mirëfillt, në bazë të politikave në të cilat po shkojnë shtetet, edhe thot, mas 5 vjetë ky shtet do të pasurohet, ky tjetri do të bëhet kështu, ky tjetri do të dobësohet, ky do të bashkohet me këtë shtetin, ai tjetri do të ndahet. Këto stilet parashikimit nuk hyn në kategorinë e fallit. Nuk hyn. Sepse janë analiza që unë, pra ka dallim kjo prej asaj që ke përmendë, të bën parashikim i të ardhmes në formë falli, nuk është lejuar prej askujt.